Horoskopi ditor e enjtën 12 mars 2025. Dashi. Energjitë e sotme janë të këndshme për të bërë një inventar të përgjegjësive tuaja, të dashur dash. Ndërsa vazhdoni të mbani disa plane për vete, dhe kjo është një strategji e mirë, ju i përfshini të tjerët më lehtë në vend që t'i largoni ato sot. Po dukeni pothuajse butë këto ditë me Marsin në shenjën pas shenjës suaj, por shumë gjëra po ndodhin nën sipërfaqen e gjërave. Venusi në shenjën tuaj lidhet me Marsin sot, i cili është varrosur në sektorin tuaj të privatësisë ku askush nuk mund ta shohë, dhe pamja juaj e qetë nuk e tregon gjithmonë të gjithë historinë. Jeni shoqëror dhe miqësor, por mbani shumë më tepër se zakonisht për veten tuaj. Megjithatë, veçanërisht ndërsa dita përparon, mendoni se jeni në rrugën e duhur. Ambicia rritet këndshëm. Demi. Hëna lëviz në harmoni me shenjën tuaj sot, i dashur dem, duke inkurajuar një humor dhe shprehje më natyrale. Po lidheni me nevojën tuaj për lumturi, qoftë kjo për një kauzë, një marrëdhënie apo një interes personal. Megjithatë, pak njerëz po e shohin anën tuaj më të butë ose po mësojnë rreth ndjenjave tuaja të vërteta për çështje të ndryshme, pasi Venusi aktualisht kalon nëpër sektorin tuaj të privatësisë. Ndonjëherë, kjo mund të çojë në disa keqkuptime, pasi shumë nga ato që thoni dhe bëni nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht se si ndjeni. Mund të dukeni më të shkujdesur nga qeni. Sidoqoftë, të qenit i vetëdijshëm për këtë tendencë është e dobishme. Kur shprehni diçka veçanërisht të rëndësishme për ju, për shembull, mund të keni një kohë më të mirë për të përcjellë pikpamjen tuaj nëse angazhoni në mënyrë të vetëdijshme ndjenjat tuaja dhe anën tuaj më të ngrohtë dhe më të butë dhe e bëni atë pjesë të gjithë paketës. Më vonë sot ju gjen më të hapur për biseda. Gjuha pozitive e trupit mund t'ju ndihmojë të përçoni mesazhin tuaj mirë. Binjakët. Ulje ngritje janë të mundshme sot nëse nuk jeni plotësisht të sigurt nëse dëshironi më shumë apo më pak afërsi me dikë, të dashur binjak. Mundohuni të përqendroheni në fushat e jetës suaj që po funksionojnë për ju, dhe ndjenjat tuaja do të rregullohen më natyrshëm. Tranzitet e sotme theksojnë qëllimet dhe interesat tuaja të ndryshme. Me miqt këto ditë, po kërkoni harmoni dhe paqe, por në jetën tuaj profesionale, jeni një person tjetër tani. Nuk keni frikë të bëni disa ndryshime nëse kjo ju afron me qëllimet tuaja. Nuk është gjithmonë e lehtë të integroni ambicjet tuaja me jetën tuaj shoqërore, por është e arritshme. Tani për tani, mund të jetë më mirë të ndaheni. Ndërsa dita përparon, jeni të angazhuar, të interesuar dhe ndiheni shumë optimist për të ardhmen. Gaforia. Hëna hyn në sektorin tuaj të partneritetit sot, i dashur gafore, dhe ju jeni veçanërisht të përkushtuar për t'i bërë marrëdhëniet tuaja të funksionojnë. Në fillim të sotëm duhet të keni kujdes për një tendencë të vogël për të kontrolluar rezultatet ose për t'ju përgjigjur frikrave tuaja në vend që thjesht të shihoni ndjenjat tuaja të lumturisë për dikë. Ndërgjegjësimi për ndjenjat rebele do t'ju ndihmojë t'i kapërceni ato. Ndërsa një pjesë e juaja po i shijon plotësisht detyrat dhe përgjegjësitë tuaja, një pjesë tjetër nuk dëshiron të jetë e lidhur, ndërsa Marsi lëviz nëpër sektorin tuaj të aventurës, duke inkurajuar anën tuaj spontane. Idealisht, sot, mund t'i ndryshoni të dyja. Ana praktike e marrëdhënieve tuaja është në qendër të vëmendjes. Marrëdhëniet, studimet dhe bisedat mund të ndihen mirë ndërsa dita përparon. Luani. Në fillim të sotëm, mund të ndiheni disi të bllokuar ose në konflikt, i dashur Luan. Synoni të thjeshtoni në mënyrë që të ndiheni më produktiv. Jeni të prirur t'i shprehni ndjenjat tuaja drejt për drejt këto ditë, por jeni pak më mbrojtës ose meditues në lidhje me dëshirat, frustrimet dhe planet tuaja. Ky dualitet ndonjëherë mund të funksionojë kundër jush, duke çuar në keqkuptime të vogla, dhe kjo tendencë është më e theksuar sot se zakonisht. Megjithatë, të dish që mund të japësh sinjale të përziera mund të ndihmojë të plotësosh boshllëqet kur është e nevojshme. Gjithashtu, dita përparon shumë më me besim dhe ka të ngjarë të shijosh një ekuilibër të bukur midis dinamizmit dhe strukturës. Mund të arrish shumë me qëndrimin e duhur. Mendja dhe zemra jote janë të angazhuara. Virgjëresha. Ti dëshiron barazi këto ditë dhe je gati të luftosh për të nëse duhet, e dashur virgjëresh, por një pjesë tjetër e jotja është më e shqetësuar për sa e thellë është një lidhje sesa për dinamikën sipërfaqësore të marrëdhënieve tuaja. Ngjarjet e sotme mund të kujtojnë këtë ndryshim. Ana e gjallë e natyrës sate dëshiron pak kohë në dritë sot, ndërsa hëna shkon në sektorin tënd të gëzimit dhe argëtimit.
po merresh me të tjerët me shumë ngrohtësi dhe kjo të fiton pikë shtesë. Përpjekjet për vetëpërmirësim mund të jenë një fokus aktiv ndërsa dita përparon. Peshorja. Ju kërkoni aktivitete ngushëlluese dhe të njohura sot dhe dëshironi ndjenja sigurie dhe rrënjosje, i dashur peshore, me lëvizjen e hënës në shtëpinë tuaj të 4 diellore. Një formë tërheqjeje emocionale është e përshtatshme tani. Edhe me disa pengesa ose pengesa në fillim të sot, mund të zbuloni mënyra krijuese për të bashkëvepruar. Jeni më të shqetësuar për ruajtjen e paqes dhe promovimin e harmonisë në jetën tuaj personale dhe marrëdhëniet e ngushta këto ditë, por jeni shumë energjik kur bëhet fjalë për kryerjen e gjërave praktike dhe nuk keni frikë të bëni disa ndryshime nëse kjo do të thotë që ju t'i kryeni gjërat. Mund të jetë e vështirë të integroni këto dy shtysa sot, gjë që mund të çojë në disa keqkuptime, por ndërsa dita përparon, komunikimi përmirësohet. Ndërsa mund të përqendroheni shumë në anën fizike ose praktike të një problemi në fillim të sot, një qasje më holistike do t'ju shërbente më mirë, dhe kjo vjen shumë më natyrshëm më vonë sot. Akrepi. Tranzitet e hershme sot ju bëjnë më të vetëdijshëm se zakonisht për përgjegjësitë tuaja, i dashur akrep. Megjithatë, ju liroheni ndërsa dita përparon, por i afroheni jetës me dëshirën për t'u vendosur dhe për t'u rehatuar ose për të punuar për të ndërtuar diçka në vend që të inovoni ose të filloni nga e para. Jeni veçanërisht të interesuar të mbani gjërat harmonike dhe paqësore në punët tuaja të përditshme, por jeta juaj personale është shpesh një histori tjetër këto ditë. Në fakt, nuk keni frikë nga fishekzjarët me miq nëse kjo do të thotë të jetoni autentikisht dhe të trajtoni problemet më të thella ose t'i nxirrni gjërat në pa. Po i bëni këto nevoja dhe qasje të ndryshme të funksionojnë sot. Lëvizja e hënës në sektorin tuaj të komunikimit sot frymëzon lidhjen. Mund të jeni një arbitër i mirë tani, pasi shihni shumë anë të një historie. Besimi në marrëdhëniet dhe projektet tuaja ndërtohet. Shigjetari. Këto ditë, i dashur shigjetar, jeni të vendosur të promovoni paqen dhe harmoninë me të tjerët, por jeta juaj në shtëpi mund të jetë pak më e tensionuar ose e mbushur me tension, pasi ndjeni të shtyrë të bëni përmirësime dhe ndryshime. Si tillë, mund të dukeni mjaft ndryshe nga njerëz të ndryshëm në jetën tuaj këto ditë. Nuk ka të bëjë me të qenit jo autentik, ka të bëjë me të pasurit qëllime dhe qasje të ndryshme në fusha të ndryshme të jetës suaj. Hëna largohet nga shenja juaj dhe hyn në shtëpinë tuaj të 2 diellore sot, dhe ju hyni në një mendësi praktike. Jeni të pozicionuar mirë për të vlerësuar financat dhe pozicionin tuaj të punës, edhe nëse ndjenjat tuaja janë pak të forta për këto çështje. Më vonë sot, mund të shijoni një bisedë ndriçuese me familjen ose një të dashur. Bricjapi. Këto ditë, i dashur Bricjap, me Marsin në sektorin tuaj të komunikimit, nxitoni të mos bini dakord nëse kjo do të thotë të arrini të vërtetën ose të shprehni mendimin tuaj. Megjithatë, jeni shumë të përqendruar në krijimin e harmonisë në jetën tuaj personale. Në fakt, do të bëni shumë përpjekje për të bërë paqe me familjen ose për të krijuar një mjedis të bukur dhe të qetë në shtëpi. Ky ndryshim është i dukshëm sot. Hëna hyn në shenjën tuaj sot dhe mund të zbuloni mënyra krijuese për të përmbushur nevojat tuaja pa ushtruar presion mbi veten. Mund të ketë disa tensione ose rezistencë për të menaxhuar përpara se të arrini qëllimet tuaja sot, por jeni të gatshëm të merrni iniciativën, veçanërisht nëse kjo ndihmon dikë. Jeni në një pozicion për të kuptuar më mirë se çfarë ka ndodhur brenda jush. Ujori. Komunikimi me mirësi dhe efektiv vjen natyrshëm për ju këto ditë, i dashur ujor, edhe me Merkurin në lëvizje retrograde. Megjithatë, nuk keni frikë të nxisni polemika nëse ndiheni më pak të respektuar. Në fakt, jeni më të shpejtë se zakonisht për të mbrojtur zgjedhjet tuaja. Në fillim të sotëm, mund të ndiheni të bllokuar ose të lidhur, dhe është më mirë të merrni kohë shtesë për ndjekje krijuese ose imagjinative që ju ndihmojnë të shëroheni. Me entuziazmin që po paksohet, mund të duket sikur duhet të bëni më shumë përpjekje në punët dhe detyrat që nuk do të dëshironi t'i merrnit përsipër. Sidoqoftë, bëni çmos të mos identifikoheni tepër me ato që duken të jenë ngadalësime, dështime dhe gabime. Këto kanë pak të bëjnë me ju personalisht dhe më shumë me vetë jetën, e cila aktualisht po kërkon që t'i kushtoni më shumë vëmendje detajeve. Përndryshe, dita është e fortë për t'u rilidhur me veten tuaj të brendshme. Hëna shkon në shtëpinë tuaj të 12 diellore, duke sinjalizuar nevojën për më shumë privatësi, pushim ose kohë pushimi për t'u detoksifikuar në një nivel emocional. Peshqit.
Hëna hyn në sektorin tuaj shoqëror sot, të dashur peshë, për një qëndrim prej pak më shumë se 2 ditësh. Mund të ketë disa vështirësi për të ditur nëse doni të jeni afër dikujt, apo nëse keni nevojë për pak hapësirë në fillim të ditës së sotme. Ndërsa fokusi juaj ka të ngjarë të jetë mjaft shoqëror sot, ju jeni gjithnjë më të interesuar në çështjet tuaja praktike dhe mund ta gjeni shumë të këndshme t'i vini ato në rregull. Ju po i pohoni më shpesh dëshirat tuaja këto ditë, me Marsin në shenjën tuaj, por nuk jeni gjithmonë të hapur me të tjerët në lidhje me dashuritë tuaja, gjë që mund të çojë në një shkputje që është pak më e theksuar sot. Shikoni për një mënyrë që i bën të tjerët të mendojnë se jeni më i pavarur ose indiferent se sa jeni në të vërtetë, pasi kjo mund të çojë në një ndjenjë se të tjerët po i injorojnë ose po i pandjeshëm ndaj nevojave tuaja. Për fat të mirë, ju keni energji të shkëlqyera që ju ndihmojnë të përqafoni aktivitetet në vend që të mendoni shumë për gjërat. Është një kohë e mirë për të forcuar lidhjet me miqtë dhe grupet, ose për të punuar në bashkëpunim drejt qëllimeve të përbashkëta. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.